Faturat e energjisë elektrike në Spanjë kanë rënë, ndërsa shumë vende të tjera kanë parë një rritje që nga kriza energjetike e shkaktuar nga shpërthimi i luftës me Iranin. Një analizë re tregon se familjet kanë kursyer secila nga 10 euro në muaj në faturat e energjisë elektrike që kur ngushtica e Hormuzit u mbyll në mars. Falë angazhimit të vendit ndaj tranzicionit drejt energjisë së pastër, burimet e rinovueshme të energjisë kanë ulur ndikimin e lëndëve djegëse fosile në çmimin e energjisë elektrike me 75% që nga viti 2019. Gazi është zakonisht burimi më i shtrenjtë i energjisë elektrike dhe rrit çmimet e energjisë elektrike në çdo orë që përdoret për energji. Në Spanjë, ndikimi i gazit në çmimet e energjisë ka rënë vetëm 9% të orëve që nga fillimi i vitit 2026, nga 52% të orëve në vitin 2021, sipas analizës nga grupi i pavarur i ekspertëve për energjinë Ember. Kjo kryesisht falë bumit të energjisë së erës dhe diellit, e cila u rrit me 37% nga viti 2001 deri në vitin 2025. Që nga viti 2019, Spanja ka dyfishuar kapacitetin e saj të energjisë nga era dhe dielli, duke shtuar mbi 40 gigawatt, më shumë se çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian përveç Gjermanisë, tregu i energjisë i së cilës është dyfishi i madhësisë së atij të Spanjës. Spanja nuk përdori fare energji elektrike nga qymyri në gusht 2025, shumë ndryshe nga vetëm 10 vjet më parë, kur qymyri përbënte 1/4 e energjisë elektrike të Spanjës. Shumica e evropianëve po humbasin kursimet që me të drejtë u takojnë. Në Italinë, që është më e varur nga gazi, çmimet e energjisë elektrike ishin mesatarisht 143 euro për megavator në mars të këtij viti, 3 herë më të larta se në Spanjë, 42 euro për megavator. Që nga fillimi i marsit 2026, çmimet spanjolle të energjisë elektrike me shumicë kanë qenë vazhdimisht ndër më të ultat në Evropë. Në tërësi, Bashkimi Evropian ka rritur importet e lëndëve djegëse fosile që nga fillimi i luftës në Iran, duke ngarkuar bllokun me një faturë energjie për 60 miliardë eurosh nga lufta.